Përshëndetje të gjithë, mirë se erdhën në konferencën për shtypjen e Partizanit. Gjerasin të përshëndesim e dirojmë gjithë besimtarët musliman të gëzuar fitë Bajramin në këtë ditë të shenjtë, edhe paqja, harmonia dhe gëzime kudo në jetën e shtëpinë të familjes tuaja. Atë duke u kthyer pak javë e kaluar, ju fituat me vonë, ndërsa pastaj Dinamo duke kryer një diferencë prej 4 pikësh. Tani duke parë pas një javë, mund ta seksoni si një pikë të fituar apo 2 pikë të humbura, sa nuk është shkëputur në tepër. Përshëndetje. Me vorën ne dolëm barazim, ishte një ditë jo e ekipit tonë, por gjithsesi në fund ishte një pikë karakteri nga çunat, treguan që kanë shpirt gare. Edhe në ditët që ndoshta nuk është dita jonë më e mirë, se nuk mund të jemi gjithmonë në maksimumin e mundshëm, sepse vinim seriozisht pas 7 rezultateve të pozitive. Në fund ishim një pikë e fituar ndaj Dinamos, që nuk do të thotë asgjë për ne, një lloj janë edhe ndeshjet e ardhshme, kështu që besoj vazhdojmë punën tonë, shohim vetëm pjesën tonë të ekipit tonë, jo të kundërshtarëve në tabelë. Ndërkohë për ndeshjen e nesër me Teutën nuk keni 6 pikë avantazh, por keni edhe ato ndeshje direkt, domethënë praktikisht sa pikë. Vjen kjo më tepër qetësi duke ditur që nuk do të bëhet patjetër të fitoni, apo ndoshta shpresoni të jepni goditje që ta zgjidhni njëri me këtë çështje në katërshës, duke ditur edhe që Dinamo luan Shkodër ku është më e vështirë të marrë maksimum. E kam cekur dhe theksuar gjithmonë që ne shikojmë vetëm ndeshjet tona, nuk dua të shikojmë asnjëherë. Nëse ne marrim ndeshjet tona, atëherë pikët aty janë, nuk dua të shikojmë fare se çfarë bëjnë tjetër. Atë sigurisht edhe Teuta vjen në një moment shumë të mirë, mos harrojmë fitore jashtë, fitore brenda, fitojmë me Elbasanin, fitojmë me Bylisin, fitojmë me Tiranën jashtë, fitojmë edhe me Dinamo, kështu që vjen në një moment shumë të mirë edhe Teuta, është një ndeshje e fortë, rivalëve që jemi rival direkt për vendin e 4. Nuk dua të fare të mendoj atë ndeshje direkte, pikët mos pikët, sepse janë shumë pikë në lojë, mos harrojmë, janë 8 ndeshje bashkë me Teutën, edhe 7 ndeshje tjera pas Teutën janë 21 pikë. Dhe nuk duam të rrezikojmë fare, ne do të hyjmë sigurisht për 3 pikët, do të tentojmë për 3 pikët, pastaj pjesën tjetër do dalim fushës. Ju nuk do të jeni nesër apo për shkak të kartonit verdh. Si ndjeni anin në çik vetëm në vend kur i thonë në ndeshje të mësishme? Si do të koordinohen? Gjithmonë kemi thënë që nuk janë të Partizani, nuk është një individ i vetëm, si për lojtarët ashtu edhe për stafin. Jam shumë i kënaqur me punën e stafit, Orit, Kushtrimi dhe Ralfit. Kam besim të plotë të 3 djem që nuk do ndihet besoj fare mungesa ime. Po mungesë lojtarësh? Mungesa lojtarësh dihet që është Dumbia Arafati, mori karton të kuq në ndeshjen e fundit, kështu që ai është pjesë e dëmtuar, vazhdojnë dëmtimet me prekën Markun, Iskandalin, që akoma s'është shëruar siç duhet për pjesën maksimale, kurse pjesa tjetër është e gatshme. Ekipi ka lojtar, ka numra individë, kështu që nuk besoj që siç nuk janë ndier deri tani, nuk do ndihen as në ditën e vazhdim.